Jemi në Tiranë, jam së bashku me Eraldin. Arsyeja pse Eraldi është drejtuar misionit Stop është pikërisht kjo makinë, një Golf 7 ai bler rreth 10 vite më parë. Ndërkohë sot vijon ende të kesh probleme pasi nuk arrin dot ta shesësh për shkak se vijon të jetë e bllokuar në drejtorinë e përgjithshme të transportit rrugor për shkak të një detyrimi me doganat. Na shpjegoj një herë mënyrën si e keni bler këtë makinë dhe pse jeni drejtuar gjykatës për t'i hequr sekuestron. Unë këtë makinë kam bler ke një shoku im dajes vet dhe i kam dhënë të gjitha lekët edhe gjithë detyrimet i ka bërë ai, detyrimet që kam pas shumë. Edhe unë mora makinën për bukuri, mas një vit e pak, më vjen kështu tha që është bërë gjysmë dogane kësaj makina. Ma morën makinën, ma çon ke drejtoria e doganës. Edhe vazhdu me këto procedurat. Pastaj mas janarit shkova pagova lekët, diferencën e mbetur që ishte, edhe më kthin makinën me një letër alert. Një letër prokurorie. Pra i shlyve detyrime doganore dhe sërish mbeti në alert. Mbeti alert. Dhe mendova që do hiqet vetë mas pak kohësh. Edhe vazhdon akoma, po gati 10 vjet që makina vazhdon të jetë alert. Nuk i drejtuar gjykatës për të hequr sekuestron. Po, jam drejtuar gjykatës me heq sekuestron, më ka dhënë letrën e gjykatës, i kam çu ftesa, i kam çu letrat gjitha drejtorisë doganës, ke targat, ku se kam çu me anë postës, 3-4 herë kam çu dhe akoma vazhdon alert. Mund ta shesësh makinën? Jo, nuk e shes dot makinën, është dele bllokuar me targat. Për dalja shtetit? S'bëhet fjalë. Me majt vetëm shtëpi. Ndërkohë shërbimet edhe taksat ja paguan apo jo? Vit për vit, taksat vazhdojmë me kamat, pas i pagova.